Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. 90% од светската популација во некој дел од животот има проблеми со рбатот, а проблемите и заболувањата на рбатот се тема која што ги интересира голем број на граѓани. Денеска ќе говориме токму за нив. По тој повод со нас во студиото е доктор Љулзим Агаи, специјалист неврохирург од клиничката болница Аџи Бадам Систина. Доктора, добро ни дојдовте. Мерси го Джета. Кои се најчестите рбетни заболувања и со какви симптоми тие се манифестираат? Sëmundjet e kurizit kanë një spektër të gjerë patologjish. Sëmundjet më të shpeshta janë ato të natyrës degenerative. Ashtu si përmendet ju, shumica e njerëzve, pra rreth 90% brenda vitit kanë të paktën një herë problem në formë të dhimbjes në kuriz. Da, to është ogromen procent. Ashtu është një përqindje e lartë dhe në këtë mënyrë duhet të jemi mjaft të kujdesshëm me këtë dukuri dhe t'i qasemi ashtu si duhet. Pra, në numrin më të madh të rasteve, për fat të mirë, këto dhimbje janë të natyrës së përkohshme, ose nga ndonjë shtrëngim i muskulit, nga ndonjë ftohje e kështu me radhë, dhe zakonisht ato spontanisht ato dhimbje kalojnë me ose pa mjete kundër dhimbjes për disa ditë. Da. Por, nëse një dhimbje e tillë vazhdon më gjatë kohë, zgjat të themi një javë, 2 javë, nuk ka tendencë të ndalët, ose madje nëse shoqërohet edhe me ndonjë simptom tjetër, si të themi me temperaturë, ose me diçka tjetër të parëndomt, atëherë duhet gjithsesi të kërkojnë ndihmën e mjekut. Da. Sëmundjet tjera, pra si përmenda, mund të jenë të natyrës tumoroze, pra tumore të kurizit dhe të cipave të palcës. Koliko se česti ovje tumori në rbatet? Këto tumore janë më të ralla në krahasim me tumore tjera, në pjesë tjera të trupit, mjaft janë të ralla, mirë po natyra e tyre ta quaj e fshehtë, mistike na bën që të kemi kujdes me paraqitjen e tyre. Do të përmendja një simptom të tumoreve të kurizit, dhimbja e cila është e pranishme natën, në pozitë të shtrirë, gjatë gjuhët. Një dhimbje e tillë në kuriz, e cila nuk kalon një kohë të caktuar, duhet të alarmoj mjekun që të fokusohet në këtë simptom, ta interpretoj në mënyrë adekuate dhe të shikoj ta demistifikoj atë, pra ta qartësoj a është apo nuk është tumor. Sëmundjet të tjera të kurizit, kisha përmendur sëmundjet me karakter infektiv, si për shembull tuberkulozi i kurizit, mandej kemi brucelozën, absese të ndryshme, si dhe osteomielite. Pra osteomielit është një pezmatim i ashtit, i kocit, konkretisht në nivel të kurizit, të boshtit kurizor. Dhe krejt këto situata kërkojnë një mjekim jashtëzakonisht serioz dhe të përkushtuar që zbatohet në spital. Со какви симптоми се карактеризираат овие болести кои што сега ги напоменавте? Со какви симптоми? Да. Simptomet e sëmundjeve degenerative në përgjithësi manifestohen me dhimbje në kuriz. Kjo dhimbje mund të jetë në pjesën e qafës ose në pjesën e belit. Nëse nuk përhapet përgjatë gjymtyrve, duarve ose këmbëve, është formë më e lehtë e këtyre sëmundjeve. Por nëse përhapet dhimbja, të themi prej kurizit në këmbë, nëse shoqërohet edhe me simptomat të tjera, si të themi pengesa në kontrollimin e urinimit, nëse ka probleme me lëvizjen e këmbëve ose të duarve, pra nëse kemi probleme me forcën e gjymtyrëve,
Këto janë probleme shumë serioze, alarmante, që kërkojnë vizitë sa më të shpejt te mjeku dhe një diagnostikim që të shihet se çka është shkaku i këtyre телашeve. Да. Доктора Гај, дали може да ни кажете кои се фактори влијаат врз појава на заболувањата на рбтот? Kur flasim për sëmundjet e kurizit, pra kemi një spektër të gjerë të sëmundjeve. Në një numër të tyre nuk ndikojmë dot, si për shembull në paraqitjen e tumoreve të kurizit, nuk ka prevencë për to. Sa i përket sëmundjeve infektive, prevenca do të ishte një mënyrë e shëndetshme të jetuarit, dhe nëse ka të themi infekcion të ndonjë organi, të themi mushkrive, apo luksit, apo ndonjë pjesë tjetër të trupit, gjithmonë ka mundësi që ai infekcion të përhapet e në pjesët tjera të trupit, konkretisht në shtyllën kurizore. Kjo do të ishte prevencë. Por, në kuptim të prevencës, pikë pari mendojmë te ato sëmundje që paraqiten më së shpeshti. Këto janë sëmundje degenerative. Unë kisha dashur të sqaroj se çdo të thotë sëmundje degenerative. Pra, si ka kurizi atë anatomin e vetë dhe funksionin e vetë, me moshën vjen të ndryshimi në anatomin, në ndërtimin, në përbërjen e shtyllës kurizore dhe të gjitha ato organet që shërbejnë për stabilitetin e kurizit, si diskusi intervertebral, ligamentet, tetivat, muskujt. Me moshë humb funksionaliteti i tyre, humb elasticiteti i tyre, sidomos te profesionet që e kanë më të ngarkuar kurizin. Profesionet të tilla janë, të themi, shoferët, grahësit, profesionist të kamioneve, autobuseve, po edhe të makinave. Кои постојат на себоседечка позиција. Pikrish ashtu, pozita e ulur është ajo që më spaku i përshtatet kurizit, sepse unazat e fundit të boshtit kurizor gjatë pozitës së ulur vuajnë më shumë nga forca e gravitacionit të tokës. Gjithashtu, profesion i cili favorizon paraqitjen e problemeve në kuriz, profesion tjetër është profesioni me punë të rënda fizike. Sidomos me ngritje të peshave të rënda. Këtu gjithashtu prevenca do të ishte në mënyrën se si kapen peshat, pasi puna fizike në një farë mënyre për mua është një lloj sporti, pra këtu vlen prevenca si të sportistët, nxemja paraprake. Para çdo aktiviteti sportisti duhet të nxehet, t'i nxejë muskujt. Ashtu edhe para një pune fizike do të duhet një gjë e tillë. Asa i përket profesioneve që kanë të bëjnë me të ulur, harova atë moment të potencoj, këtu kisha këshilluar të profesionet e tilla pauza më të shpeshta, pra mos të jetë një ulje të themi me orë të tëra, por një pauzim. Колко треба да траат тие паузи, кратки да бидат или? 10 minuta, ngritje, pak lëvizje, ecje, edhe sidomos në kohën e lirë, këta persona duhet të lëvizin më shpesh, edhe gjithsesi të miren me ndonjë sport, qoftë ajo të jetë edhe të ecurit, ecja. Да, значи на некој начин да бидат физички активни. Ashtu, pikërisht ashtu. Доктора Гај, може да ни објасните зошто се јавуваат дегенеративни заболувања кај рбтот? Pra sëmundjet degenerative paraqiten si pasoj e disa faktorëve në radhë të parë. Këtu kemi edhe faktorët individual. Disa persona janë më të prirur për të pasur probleme me kurizin se sa disa të tjerë. Kjo kuptohet në sensin e asaj që të gjithë ne kemi ndonjë pikë të dobët shëndetësore, qoftë dikush pak më të dobët e ka zemrën, dikush sy, dikush kurizin. Këta persona, të themi, ndoshta kanë një tendencë familjare për një paraqitje të tillë, pra duhet të jenë më të kujdesshëm. Pikë pari me peshën trupore. Të kenë kujdes me kilogramët, mos të trashën shumë me fjalë të tjera, edhe të jenë në funksion të një lëvizje rekreative.
Da. Këtu kisha përmendur unë gjithmonë me shumë dëshire përmendi traditën gjermane. Është një shprehje, gjermanët i thonë Rückenschule apo shkollë për kuris. Këto janë doktrina të përmbledhura të cilat të na mësojnë se si të kemi një kuris më të shëndosh. Da, to je naistина интересно. Ashtu, këtu për shembull parimi i parë është të lëvizet sa më shumë, mos të rrim pasiv. Do të thonë një individ i cili është aktiv gjatë jetës së tij mund të ketë kuris të shëndosh edhe në moshën 80-90 vjeçare. Da. Por një individ i cili rrin para kompjuterit ka 4-15 orë në ditë, sidomos me shprehite sot me negative, që i shohin njerëzit tërë ditën para kompjuterit ose me iPhone, Da. është një shprehje jashtëzakonisht jo e shëndetshme dhe një person i tillë mundet që në moshë të re të ketë probleme serioze me kurizin. Дали се повеќе млади лица имаат проблеми со рбетот? Është e vërtetë se gjithnjë më tepër persona të ri kanë probleme me kurizin. Se të bëjmë një krahasim, në kohën kur unë jam rritur si fëmijë, kam qenë shumë më i pranishëm edhe në rrugë, kam luajtur. Fëmijët e sotëm gjithnjë më pak luajnë, e kanë humbur edhe spontanitetin e gëzimit të lojës. A loja si e tillë mundson edhe një zhvillim psikik edhe fizik, motorik. Një fëmijë nëse që në moshë të hershme rrin tërë ditën para kompjuterit, i ngujuar ose para televizorit, do të ketë probleme që në moshë të hershme me kurizin. Да. Што препорачувате за пациентите со болки во рбетот кои веќе ги имаат овие болки? Дали да одат кај ние народски што ги викаме местачи на рбет или треба да побараат лекарска стручна помош? E dim se këtu te ne kemi një numër të konsiderueshëm personash që mirën me mjekimin e kurizit. Ata faktikisht janë hiropraktik në perëndim, i quajnë si të tillë, te ne vetveten nuk e quajnë ata ashtu, njerëz që rregullojnë, që ndreqin. Kishte qenë mirë, kishte qenë që ata persona të jenë të licencuar. Pikëpari nga aspekti i shtetit, ashtu si paguaj unë tatime dhe si përgjigjem unë për punën time me nënshkrim dhe si mund të shkoj në gjyq nëse nuk punoj diçka si duhet, njashtu edhe ata për punët e tyre duhet të përgjigjen. Le të licencon, urdhro, unë jam filan fisteku, mirem me këtë edhe nënshkruhem. Atëherë edhe përgjegjësia e tyre do t'jetë në nivel, atëherë unë pranoj që edhe ata të miren. Kështu ka mundësi të bën gabime, si që janë bërë në shumë raste gabime, nga natyre, edhe s'kanë kurfar përgjegjësie. Që të themi një person, nëse në mënyrë të gabuar, a i ka të themi tuberkulos të shpinës, është bërë një manipulim, është bërë fraktura e vertebrës, e unazës, edhe është bërë një dëmtim i rënd i shëndetit. И се прават вистина големи компликации. Për atë, unë thjesht mendimi im është se gjithsesi duhet pikëpari të kërkon ndihmë mjekësore. Nga ana tjetër, shpeshherë pacientët nga burokracia për të arritur deri te mjeku e kanë shumë më të lehtë të shkojnë te këta persona të cilët kanë duar të shkata dhe shpesh në numër të madh të rasteve dhe arrin sukses. Por mjafton edhe 1% e caktuar të jetë pasuksesshme, pra të bëhet një gabim gjatë mjekimit, për mua është e papranueshme. Да. Доктор Гај, што според вас е најдобрата превенција против рбетните заболувања? Në sensin e prevenimit të sëmundjeve të kurizit, pikëpari unë përsëri kisha përmendur ato parimet e Rückenschule, shkollës së kurizit, parimet gjermane, të cilat tash do t'i keni me emra të tjerë edhe në literaturën perëndimore, në internet, në formë të këshillave se si duhet të sillemi, pra ato gjëra që i përmenda më parë. Sa më tepër lëvizje, sa më pak ulje,
ushtrime për barkun dhe kurrizin, janë ushtrime të caktuara që është mirë të zbatohen çdo ditë, edhe kujdes me peshën trupore. Да. Доктор Агај, вие како неврохирург сте дел од новиот спинален центар кој што се отвори во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Тој е прв ваков во регионот, ке може да ни кажете нешто повеќе за него? Qendra spinale në Spitalin Klinik Aџi Badem Sistina është faktikisht qendra e pestë si e tillë. Qendra të tjera kemi qendra për mjekimin e gjirit, qendra për trajtimin e sëmundjeve kanceroze. Да. Më tutje kemi për reprodukimin artificial, qendra kardiovaskulare dhe e fundit pra qendra spinale. Një qendër nënkupton që për atë patologji, për atë lloj sëmundje ka kompetencë të plotë, diagnostike, preventive dhe mjekuese. Да. Në këtë frym, pra edhe qendra spinale, mund të them se jo formalisht funksionon tashmë disa vjet në spitalin ton. Kjo nënkupton që te ne mundet të bëhet diagnostikimi i hershëm, por ndoshta është më mirë ta qartësoj këtë duke theksuar se cilët profile mjekësore hynë në kuadër të kësaj qendre. Pikës pari ta përmendi neuroradiologën, pra radiologu i cili mirët me diagnostikimin radiologjik të këtyre sëmundjeve. Kemi pra rentgenin e thjesht të kurrizit, kemi tomografinë e kompjuterizuar, kemi rezonancën magnetike. Да. Më tutje kemi skenin e eshtrave, skenimin, bone scan, pastaj edhe PET scan. Ky fundit është një ekskluziv momentale e Spitalit Sistina dhe shërben për detektimin e njëkohësishëm të më shumë tumoreve në trupin e njeriut. Да. Që është një metodë jashtëzakonisht efikase dhe kryhet nga patofiziologu. Më tutje, si pjesë shumë e rëndësishme e ekipit është neurologu. Neurologu duhet të vlerësoj mirë aspektin neurologjik, do me thënë deficitet eventuale neurologjike të një pacienti me sëmundje të boshtit kurrizor. Да. A ka apo nuk ka të themi probleme me lëvizjen e gjymtyrëve, a ka apo nuk ka probleme me kontrollin e sfinkterëve, pra të urinimit, a ka apo nuk ka probleme me sensibilitetin, me ndjeshmërinë në lëkurë e kështu me radhë. Ai këtë e bën si me kontroll klinik, ashtu edhe me metoda plotësuese, diagnostikuese si janë elektromiografia, potencialet e evokuara, senzuale, ndërsa roli i tij në qendrën spinale është edhe më i theksuar me atë që gjatë operacioneve të kurrizit duhet të bëhet monitorimi intraoperativ neurofiziologjik. Çka është kjo? Tingëllon kështu ndoshta abstrakte. Me fjalë të thjeshta, gjatë operacionit kur ne kirurgët operojmë, ka brenda një doktor i cili kujdeset që gjatë operacionin ne mos të bëjmë ndonjë dëmtim plotësues të strukturave nervore. Kjo është me fjalë të tjera detyra e neurofiziologut. Më tutje pra, pjesë e ekipit është fiziatri me fizioterapeutët. Pra, një numër i madh i sëmundjeve të kurrizit nuk kërkojnë mjekim operativ. Pra kërkojnë terapi fizikale apo rehabilitim fizikal. Këtu është roli fiziatrit, fizioterapeutit shumë i rëndësishëm. Pra caktohet një režim i ushtrimit, i rehabilitimit, se si personi duhet të ushtrojë. Da, кои вежби треба да се прават. Po, mandej përveç ushtrimeve ka edhe metoda të tjera si me stimulim elektrik transkutan, pastaj ka metoda që mundsojnë të ëmbëlzohet dhimbja.
me anë të rrymës, me anë të ftohtit, të nxehtit, ashtu si vlerëson fiziatri. Këtu kisha përmendur edhe momentin e shoqërimit të fizioterapeutit me pacientin, pra është edhe aspekti njerëzor, se ke të bësh me një person i cili ka përvojë me ato sëmundje dhe të jep kurajo, të inkurajon, të jep guxim, që pra edhe stimulimi moral është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Në këtë frymë, qendra jonë për terapi fizikale do të zgjerohet, do të ketë edhe pishinën e vetë që do të mundsoj edhe një relaksim më të madh të pacientëve. Shkojmë tutje. Pjesë tjetër e ekipit është padyshim neurokirurgu me operacione që konsiderohen të nevojshme. Si neurokirurg, pra, detyra ime dhe e kolegëve të mi është të vlerësojmë mirë se cili pacient është për operacion. Jo të gjitha rastet janë për operacion. Këtu kemi shumë kujdes që mos të gabojmë gjatë indikacionit për operacion. Kur kemi të bëjmë me një tumor të kurizit, aty indikacioni është shumë i qartë se duhet të operohet. Pra planifikohet mënyrë më precize se cila është qasja më e saktë për operacion dhe i shkojmë procesit të operacionit. Sa i përket hernisë diskale, këtu jemi më të vëmendshëm dhe kemi kujdes që të indikojmë operacion atëhere kur vërtet duhet, kur pacienti ka probleme ose dhimbje shumë të fortë, ose përveç dhimbjes edhe shqetësime të tjera që vetëm me anë të operacionit kalojnë. Më tutje, në ekipin e qendrës spinale, rol shumë të rëndësishëm ka traumatologu apo kirurgu spinal, i cili mirët me frakturat e kurizit. Frakturat e kurizit janë të disa llojeve, mund të vinë si pasojë të ashtu quajtura fraktura patologjike nga osteoporoza ose nga ndonjë sëmundje tjetër, nga ndonjë metastaz në unazat e kurizit, dhe këtu mjekimi është pak më ndryshe se te frakturat që vinë si pasojë traumës, lëndimit. Pra te lëndimi duhet të jetë reagimi i mjekut shumë i shpejtë, të diagnostikohet me një niveli lëndimit dhe bëhet në raste të tilla zakonisht largimi i masave që shtypin palcën e trurit dhe bëhet stabilizimi dhe fiksimi i atij segmenti që të ketë mundësi optimale pacientit që të përmirësohet. Por këtu janë edhe tumoret e kurizit, të cilat gjithashtu mund të shkaktojnë probleme të mëdha me masat që hynë në kanalin e kurizit dhe atëherë mirë duhet të pastron ato masa, të bëhet heqja e tyre deri në ind të shëndosh dhe gjithashtu të bëhet stabilizimi dhe fiksimi. Pjesë e ekipit gjithashtu është edhe ortopedi, dhe së fundi përsëri e kisha përmendur rëndësinë e fiziatrit dhe fizioterapeutëve, se edhe pas operacionit është roli i tyre shumë i rëndësishëm. Значи вие имате еден интердисциплинарен пристап во спиналниот центар, може да се клучиме. И таму се лекуваат скоро сите заболувања на рбетот и повредите на рбетот. Po, pikrish ashtu, sipas nevojës në ekip mund të kyçet edhe reumatologu, se kemi një numër të madh të sëmundjeve reumatike si është artriti reumatit, të cilat kanë reperkusione shumë serioze mbi kurizin, sipas nevojës edhe endokrinologu, edhe specialist të fushave të tjera. Por sharmi i punës ekipore është që të ketë koordinim të mirë mes anëtarëve të ekipit dhe të reagohet shpejt. Pikërisht edhe këtu është ajo poenta kryesore në punën e qendrës spinale. Да. Ние сме при крај со времето, доктора Гај, само ќе може да не кажете уште со каква опрема располага овој центар? Sa i përket pajisjes qendrës spinale, pra
duke nisur nga diagnostikimi. Pra kemi radiologjin me një sër aparatës që mundësojnë vizualizimin e çdo lloj patologjie, sipas nevojës gjatë rezonancës magnetike mund të bëhet traktografia, të shihen edhe strukturat anatomike të sistemit nervor qendror, konkretisht se në cilën anë janë të pranishme, ku nuk janë të pranishme. Kjo është shumë e rëndësishme për ne gjatë operacionit. Më tutje si përmenda PET skeni, shumë është e rëndësishme të potencohet edhe bashkëpunimi me anesteziologët tanë, që janë jashtëzakonisht të familiarizuar me të gjitha këto patologjitë që i përmenda, dhe puna jonë pa ndihmën e tyre do të ishte e pamundur. Se anesteziologu nuk është i rëndësishëm vetëm gjatë procesit të operacionit, por shumë është i rëndësishëm e në kujdesin para, peri dhe post operativ. Да. Доктор Агај, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да упатите еден совет до гледачите кои што нас следат? Gjithsesi, pra kisha rezimuar atë që e thash në fillim, pasi problemet kryesore me kurizin ton janë të natyrës degenerative, pra ato dhimbje që i kemi, njerëzit të kenë kujdes, të lëvizin, të ushtrojnë, të kenë kujdes me peshën trupore, kjo do të ishte prevenca më e mirë. Ве благодарам многу што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Ju falenderoj edhe juve. Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас. Следува нашата стандардна рубрика Интересни научни истражувања посветени на здравјето на луѓето. Проследете ја. Трчањето по само 5 минути дневно го намалува ризикот од предвремена смрт, покажало истражувањето на американските кардиолози. Истражувачите откриле дека луѓето кои џогираат помалку од 1 час неделно имаат продолжување на животниот век, не само намалување на предвремената смрт. Истражувањето се одвивало во период од 15 години, а предмет на истражување биле луѓе на возраст од 18 до 100 години. Резултатите покажале дека освен што ќе се продолжи животниот век преку трчањето, ќе изгледате и помлади. Тоа ги поттикнува природните масла во кожата, поради што таа изгледа помлада и поздрава. Трчањето ги зајакнува мускулите и го намалува притисокот. Според научниците, умереното трчање го подобрува и сонот. Тие советуваат луѓето што имаат проблеми со сонот да бидат повеќе физички активни и умерено да џогираат. За крај, почитувани гледачи, да ве подсетиме дека на нашата имейл адреса alsa.health.my.alsa.m.tv може да испраќате здравствени теми од ваш интерес и ние ќе говориме токму за нив. Ви посакувам убав и пријатен остаток од викендот и убава и пријатна работна недела. Како и секогаш, ви посакувам да останете во добро здравје, бидејќи тоа е најбитно, нели? Се гледаме за 7 дена, а до тогаш довидување.